Përshëndetje. Në statusin paralajmërus në Facebook shkrova se në videon e sotme do të shpjegoj atë se kush e hodhi Donald Trumpin në kurth dhe si do t'i shpëtoj asaj nëse mund t'i shpëtoj. Tjetra shkrova aty, si erdhi puna që në vend të pyetjeve që vazhdimisht shtroheshin, si nisi lufta, cilat ishin motivet kryesore të luftës, me që janë përmenden 2-13 motive dhe përse nisi lufta, tani të pyetet si do të përfundoj dhe cili do të fiton luftën. E se cila do të fiton luftën e kush do të humbë, jo në mënyrë konspirative, por duke i analizuar disa fakte, sot dua të ndaj mendimin tim këto me ju. Në fakt, do të shpjegoj pse SBA dhe Izraeli nuk ja arritën objektivave të cilat veç i patën shpërfaqur në ditët e para të luftës. Miq të respektuar, mendimi im personal, duke i analizuar dhe duke i prekur faktet dhe ngjarjet të cilat vazhdimisht jemi duke i përcjellur. Lufta e menduar fillimisht si një operacion i shpejt kundër Iranit, si një operacion disiplinues dhe me efekt vendimtar strategjik, tani si që jemi duke e parë të gjithë, po shfaqet si një konflikt me pasoja shumë më të gjera se sa i kishin bërë llogarit e tyre akteret që e nisën luftën. S'po du këto me ju rëndue me duke ju kthy në atë se çfarë kam thënë më parë. Dardh u kere, se Irani nuk është Venezuel, se Ali Hamnei nuk është Maduro, se kjo luftë do të ketë pasoja katastrofike dypalshe, e ndoshta edhe më shumë se dypalshe, se do të ndryshon rrjedhat e marrëdhënieve ndërkombëtare, fjali këto të cilat i kam përmendur më shumë se një herë. Nuk po e boj bajat dhe juve nuk po duhe me ju rëndue që me i rikujtue ato që i kam thonë. Nuk ka hije tek e fundit shpesh me i përmenden dhe me u thirr në atë që e them. Me gjithë që i qëndroj gjithmonë asaj që unë e shkruaj si status apo si analizë. Në vend të asaj, këto në këtë videon e sotme, unë dua të shtroj problemin pak ma thellë se sa që mund të thuhet në një status. Natyrisht, duke i pa ecurit e luftës, jo të përshkruaj luftën, por të bëj një kritik të mënyrës se si fuqit e mëdha dhe aleatet e tyre shumë herë hyjnë në konflikte, duke mbivlerësuar forcën e vetë ushtarake dhe të gjithanshme dhe duke nënvlerësuar fuqin, elasticitetin e kundërshtarit e natyrisht edhe kostot sistematike të luftës. Pse ndodh kjo përgjatë historisë dhe a i përshtatet, a i shkon për shtati kjo fjali temës së sotme dhe luftës që është duke u zhvilluar. Me rastin e Iranit po ndodh diçka që vërtet e ka shoqëruar shpesh historinë e ndërhyrjeve ushtarake moderne. Fitoria taktike tani më nuk po shndërrohet dot në një fitore strategjike siç e paskësh menduar Donald Trump
dhe njerëzit e tij përreth dhe Netanyahu me qeverinë e luftës. Kjo është teza kryesore apo pika ku analiza gjeopolitike dohet të ndahet, të shoshitet, të sitet dhe të shtrohet me seriozitet. Për atë sa muj do ta përmeni këto. Washingtoni dhe Tel Avivi zyrtar me sa u pa pas kanë hyr në këtë luftë me idenë klasike të luftës shkurt. Cila është ajo ide klasike? Një, goditje mbi qendrat komanduese, likuidimin e liderëve udhëheqësisë politike dhe ushtarake për aq sa mund t'i likuidojnë, paralizimin e vendimmarrjes dhe si pasojë shkërmoqja e kapacitetit të kundërshtarit në rastin konkret. Bani mend këto 4 pika të cilat i përmenda. Me këto motive, Irani, po mendoj Shebaja dhe Izraeli e nisin luftën. Do të mundohem ta shpjegoj, një ashtu siç e shtova atë fjalin në statusin tim paralajmërues, se përse në fakt nuk u arritën objektivat, spaku në këtë muaj të luftës, në këto 30 ditë të luftës, nuk u arritën objektivat të cilat i kishin targetuar Shebaja dhe Izraeli. Logjika klasike e luftës shpesh dështon, sidomos kur kundërshtari e ka ndërtuar sistemin e vet mbi një arkitektur të shpërndarjes së forcës. Shpresoj jam i qartë. 2. Që ka fut në lojë kapacitete të decentralizuara. 3. Ka siguruar rezervat nëntoksore që nuk kanë rënë në synin e armikut, kundërshtarit, sulmuesit dhe ka krijuar rrjete të fuqishme jo formale të komandës. Është shumë interesant se ajo të cilën e paskësh përgatitur Irani, nuk pas... Jo, babit, jo, që të folë për Amerikën edhe Iranin. Çka boni ti? Ani, babit. Okej, babit. Irani qenë kësh përgatitur për një luftë, sikur më e pasdit, a mendoj se një këmb i tillë me përvojë 1000 vjeçare shtetnore, do të thënë perandori bërës, e pas kanë ditë se mund të vriten një nga një lideret, mund të bombardohen qendrat komanduese dhe duke i ditur këto, Irani pas kësh krijuar celula komanduese të shpërputhura mes vete nëpër cepe të ndryshme të Iranit, me rekomandime, me urdhëresa, me mësime se nëse ndodh kjo këto, jo ta vazhdoni në mënyrën tuaj. Një ndër arsyet pra kryesore të mos shkërmoqjes së Iranit edhe pas 30 ditë bombardime e raketime të lahtarshme, edhe pas hedhjes në erë edhe të centraleve, shumë të ndjeshme bërthamore, pas shkatërimit të industrisë petrokimisë, të plehrave artificial, së fundmi edhe pas bombardimit të centraleve energjetike, Irani ende po e sfidon edhe Sheban, edhe Izraelin, edhe rajonin mbase me pretendime për zgjerimin jo vetëm të luftës,
por edhe të rritjes së nivelit të rrezikshmërisë mbi rajonin e deri mbi Turqinë e afër Rusisë e deri te Kina atje. Kultura politike e Iranit e trajnuar mbi bazën e mbijetesës nën presion, unë mendoj se është faktori kryesor që Iranin e ka bë të qëndrueshëm në këto përmasa deri në këto momente. Që nga vitin 1979, kur vije në pushtet Khomeini, Irani është nën embargo të vazhdueshme. Populli Iranit e ka ndje në lëkur embargot ekonomike, ushtarake dhe të rrafshave të tjera. Dhe, si që dini edhe jo, sa edhe une, njeriu kalitet në raste, në momente dhe në gjendje të rënda, jo kur është duke fjetur në bollak. Për këtë arsye, bazuar në këtë princip të cilin unë i besoj plotësisht, kam thënë se shoqërit të cilat ja lejojnë vetvetes një nivel të lartë, shumë më të lartë se shoqërit tjera të jetesës, që ja lejojnë vetvetes një luks, vije koha kur mënyra e cila është lejuar të jetohet në luks do t'i shndrohet dhe do t'i kthehet si bumerang shoqërive të tilla. Rast konkret i kemi disa shoqëri perëndimore, në të cilat paga, niveli i jetesës, niveli i zhvillimeve teknologjike, por sidomos niveli i jetesës ka arritur aq lart sa të rinjet e atyre shoqërive nuk po dëshirojnë ta kryejnë edhe shërbimin ushtarak. Ndjenja, përkatësia patriotike, e cila shumë herë nxitet edhe me luftën për mbijetesë, me ëndrrën se një ditë shteti do të konsolidohet, se shoqëria do të pasurohet, se niveli i jetesës do të rritet. Niveli, mos them niveli, po standardi i jetesës do të rritet. Këtë shoqëri i bën të lidhura me kombin, me shtetin, me nacionalizmin dhe i kalit që të krijoj një kulturë qëndrese në momente të vështira teksa ballafaqohen me presione për mbijetesë. Pikërisht këto Irani tani po paraqitet si një shtet jo i zakonshëm, por si një fuqi hibride, ta quaj si një fuqi hibride. Çfarë dua të them? Shtet në të njëjtën kohë, ideologji në të njëjtën kohë, rrjet rajonal në të njëjtën kohë dhe arkitekturë e ndërlikuar udhëhece dhe mbijetese në të njëjtën kohë. Faktor shumë të rëndësishëm që një shoqëri e bëjnë të atill që nëse kyçet në luftë, nëse sulmohet, domosdo e shtron pyetjen se a thua shkatrimi i infrastrukturës ushtarake, dobësimi i ushtrisë deri në të them në maksimum, a mund të konsiderohet humbje apo disfat për atë shtet? Përgjigjja ime është le shumë për të dëshiruar. Ka analizë tjetër aty. Në gjuhën e teorisë së marrëdhënieve ndërkombëtare, kjo që e thash deri më tani, nënkupton se autorët ose aktorët, pjesëmarrësit në luftë, mund të kenë rënë në grackën e asaj që quhet overconfidence bis, që do të thotë mbivlerësim i fuqisë
dhe aftësive të veta dhe nënvlerësim i aftësisë përshtatëse të armikut apo kundërshtarit. Kjo është një nga arsyet pse shumë lufta në botë nisin me kalkulime racionale, por përfundojnë me rezultate irracionale. Mendimi im personal në lidhje me luftën për të cilën po flasim është përfundimi me rezultate irracionale. Përse po them kështu? Sepse lufta, si luftë, unë nuk jam strateg i luftës, nuk jam ekspert i luftës ti shpjegoj me terme luftarake, ushtarake, por si një analist që pretendon se her i di këtë çështje, po flas nga perspektiva ime. Lufta, miq, nuk mund të kuptohet vetëm si përplasje e tanishme Iran-Izrael apo Iran-Shëba, por si një nyje brenda një rivaliteti shumë më të gjerë ndërkombëtar. Dhe nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administrata e Donald Trump dhe ai vet e ka pas parasysh dhe është nis me këtë motiv të cilën sapo e përmenda, po është duke ia arritur qëllimit. Cili qëllim? Duke goditur Iranin, po godet cakun e tij kryesor, Kinën. Duke shkaktuar trazira, blokada në ngushticën e Hormuzit, Kinën po e lë dhe vendet e tjera të Azis, mbase edhe Evropën, po e lë pa fuqi energjetike. Por nëse Iran, nëse Shëbaja është detyruar të futet në këtë luftë për shkak të kërkesave të Izraelit, pa marrë parasysh se a janë përdorur shantazhe si afera Epstein, apo edhe çështje të tjera që kanë mujtë të përdorën si leva, si grepa, si mjete për të detyruar Trumpin të kyçet në luftë, edhe nëse është kjo, unë mendoj se Izraeli edhe në këtë rast ka gabuar. Sepse, siç po shihet, lufta ka dalë jashtë lëvozhgës, ka dalë jashtë dimensionit dhe jashtë territori gjeografik i cili është synuar para fillimit të luftës dhe raketuar, e bombarduar, e shkatruar djeg, e bërë shkrumb e hi edhe pas fillimit të luftës. Pra, lufta tani po shihet se është bërë si një nyje brenda një rivaliteti shumë më të gjerë ndërkombëtar. Mirë po, nëse eventualisht shtrohet pyetja këto, nëse objektivi i vërtet na qenë kësh Kina, përsëris edhe njëre, atëherë miq, analiza ose të folurit vazhdimisht duke u fokusuar vetëm mbi Iranin, Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës është analizë jo që lë shumë për të dëshiruar, por është analizë e zbet, për shkak se kjo luftë nga niveli rajonal shihet se ka dalë në nivel sistemik ndërkombëtar dhe po prek shumë vende të botës. Ajo fjalia të cilën e përdori disa herë në çdo cep të botës dhe të cilën në mënyra të tjera e artikuluar nga Erdogan dhe lider të tjerë në botë, se pasojat e kësaj lufte do të ndjehen një kohë të gjatë dhe se dëmët e luftës
të kësaj lufte të pakuptimt, po i përjeton gjithë njerëzimi, në fakt janë rezultat i leximit të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të marrjes në politikë ndërkombëtare nga ata të cilët sot udhëheqin shtete. Do me thonë, miq, nëse ngushtica e Hormuzit dhe rrjedhat e energjisë globale shihen si nyje jetike të ekonomisë botnore, e që unë besoj bindshëm se janë, atëherë e përsëris çdo krizë në gjirin persik, në detin e Kuq, tek vendet arabe të gjirit të pasura me naftë, nuk mbetet dhe kur nuk mund të mbetet vetëm konflikt, luftë rajonale, por bëhet një instrument presioni mbi ekonomitë botnore të varura shumë nga rrjedha qetësia apo konflikti që ndodh në ato pjesë të botës. Shihet shumë mirë se ndër shtetet të cilat më së shumti janë prekur deri më tani janë Kina, disa vende të Azisë dhe shtetet evropiane të pjesës lindore, pa lënë menjan edhe shtetet brenda BE-s. Nuk e kam fjalën vetëm për të çmimi i naftës, sepse shtetet veç kanë fillu të përdorin rezervat e tyre të naftës, që edhe kjo e ka atë akustikën e rënd si pasojë e detyrueshme që po vije nga vazhdimi i luftës. Andaj, si shtete në Azi, si në Evropë, sidomos në Evropë, dhe në vendet të tjera, vazhdimisht i kanë bërë presion Donald Trump dhe administratës së tij që ta ndalë këtë luftë sa më shpejt që është e mundur. Bile shtetet evropiane, anëtare të NATO-s, të cilët shtete kanë krijuar qytetrimin perëndimor së bashku duke ndihmuar njëra tjetrën, refuzuan kategorikisht pjesëmarrjen në luftë duke deklaruar në mënyrë tekstuale kancelari gjerman se kjo luftë nuk është e jona. Përtej këtyre vendeve të Bashkimit Evropian dhe përtej kësaj deklarate bombastike të Mersit, Spanja disa hapa tutje nga vendet evropiane ka treguar, mos të them një armiqsi, por një këmbgulësi të atill që e shpërfaq një fakt të cilën jo shumë njerëz në botë e kanë ditur, se marrëdhëniet midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk qenë kanë krijuar si marrëdhënie midis vendeve të cilat e krijojnë një qytetnim të përbashkët, një NATO të përbashkët, një fuqi mbrojtëse dhe sulmuese të përbashkët, por mbi interesa vetanake të popujve të tyre. Qëndrimet e Spanjës në raport me SHBA-n dhe me luftën atje janë për shumëke për të habitur. Dhe Spanja, me vendimet e sotshme, të cilat i deklaroi kryeministri i saj, ka shku deri atje sa shpreh gatishmërinë e ndërprerjes së marrëdhënieve, siç thuhet, edhe përtej ekonomike. Që kjo luftë për cilën po flasim ne, se ngushtica e Hormuzit i kam bet bërsh një nga juve me ju shpjegue prej nga rjen fjala Hormuz, për shkruaj anglisht Hormuz me lloj, po këto nuk po du me dal jashtemës, kam me shpjegue vetëm ngushticën e
Hormuzit në një video të veçantë. Historikun, roli i shqiptarëve aty, duke ju bërë medije paraprakisht se Perandoria Osmane, ndërta edhe shqiptarët, nënherë e kanë ta quaj pushtuar ngushticën e Hormuzit dhe nënherë e kanë humbën në luftë. Atë shumë ka qenë e interesuar Perandoria Osmane edhe atëherë në vitet 1500 për grykën e Hormuzit, sa derdh dhe i vritën me 10 minja ushtar dhe megjithatë nuk arrin ta maj nën kontroll. Rreth kësaj teme do të shpjegoj edhe rolin e Muhammed Ali Pash Kavallës të Banderabasi në Iran, se çfarë raporte bën, si qëndron Franca në një anë, çka kërkojnë britanikët prej Muhammed Ali Pashës e pastaj prej Ismail Pashës e Ibrahim Pashës, djemve të tij, trashëgimtarëve të tij, si kusht për të mbështetur çfarë të ndërmerr me Persien atje, është një histori shumë interesante dhe atje do ta shpjegoj këtë. Kjo që e thash si analizë rreth asaj, nëse ngushtica e Hormuzit dhe rrjedhat energjetike globale shihen si nyje jetike të ekonomisë botërore, atëherë lufta në gjirin persik nuk do të shikohet vetëm me lupën që e sheh luftën si një luftë rajonale, por si një luftë me refleksione në vende të ndryshme të botës, e pse jo edhe në gjeografinë shqiptare. Kjo do me thonë se lufta miq ka një funksion të dyfisht, e sidomos lufta kundër Iranit. Një është funksioni i drejt për drejt, ushtarak, kësaj radhe ndaj Iranit, dhe funksioni i tërthort, strategjik, ndaj arkitekturës së furnizimit energjetik të rivalve global të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Se dia apo mundi me ka përthyje në këta minuta atë që në mënyrë shumë më të thjeshtëzuar e kemi thënën vazhdimisht. Nëse këtë luftë e shikojmë nga një këndvështrim, ta quaj kështu me termet e marrëdhënieve ndërkombëtare, një këndvështrim realist, atëherë ne mbi tavolinë e kemi logjikën me sa vjen. Fuqitë e mëdha kur nuk luftojnë vetëm për territore apo për prestigj. Përsëris, fuqitë e mëdha, sipas këndvështrimit realist në shkencën e marrëdhënieve ndërkombëtare, kur nuk luftojnë vetëm për territore dhe prestigj, por qëllimi kryesor është kontrolli mbi nyjet kritike të sistemit global të asaj kohe. Në rendin ndërkombëtar të shekullit 21, në të cilin tani po jetojmë, janë disa momente që i japin pompozitet, rëndësi, që i japin domethënie jetike sistemit global dhe shteteve të cilat e promovojnë apo e krijojnë të ri apo e vazhdojnë atë sistem global. Cilt janë ata faktor që një rend global, në rastin konkret, rendin global të shekullit 21 e mbajnë gjallë dhe pa i pas ato në dorë nuk mund të pretendon shëbaja se është avangardistja apo hegemonistja apo komandantja apo udhëhecja e rendit global. Një,
janë ngushtica detare, shkruani të lutem. 2. Janë korridoret energjetike. 3. Janë zinxhiret e furnizimit. 4. Janë financat globale, të cilat financa globale përfitohen dhe janë të rëndësishme më shumë se bazat ushtarake. Apo, të them ma modest, financat globale në qëtë sistemin global të shekullit 21 janë të rëndësishme, po aq sa janë të rëndësishme edhe bazat ushtarake të superfuqisë së botës. Thuhet, mi një si kum një, me gjithë që kum hetë shumë në për botë, mi pa si kum pa, po thuhet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dikum mbi 800 baza ushtarake në botë. Po dal pak jashtë temës, për me pa se apo fiton as po fiton SBA-ja, apo i arrit objektivat e veta aq shpejt sa i ka paramendue mazdarke, apo i del pazari, po ja përmeni juve një fakt, ndoshta nuk ju ka shku në menja me kontrolue. E ke ponda për Google, e kije një far harte navigimit, lëvizja e aeroplanëve. Bazuar në lëvizjet e aeroplanëve, që bajnë tonelata shumë, të rinë 70 tonelata një aeroplan. Bazuar në lëvizjet e aeroplanëve bajtës të industrisë ushtarake, tankeve, municionit, nga bazat amerikane që i ka në Pacifik, të Japonia, të Korea, të Singapore, të Filipinët atje, vërehet se lëvizja e këtyre aeroplanëve nga ato baza, ka Evropa, ka Lindja e Mesme, ka SBA-ja në tonë, është 6 herë më e vogël para fillimit të luftës sesa pas fillimit të luftës. 6 herë. Pra, nëse gjatë një muaje kanë lëvizën 10 herë aeroplanat bajtës nga andej, këndej, jo nga Amerika atje, gjatë luftës 6 herë ma shumë, 60, hipotetikisht po them. Çka i bie kjo? Se i bie se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke i përdorur edhe, mos t'i quaj rezerva, që të ketë kjo fjalë akustik kështu të frikshme, po janë duke i përdorur edhe ato armë, atë industri ushtarake të cilën e kanë pozicionuar në vende shumë armiqësore dhe të rrezikshme për sistemin global dhe interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Korea Veriore dhe Kina. Prej atjehit është të prue armë këndej, e ato shkapojdohen raketa për t'i përdorur nga po them ish, me plot besim po them, ish bazat amerikane në vendet e gjirit dhe për t'i vendosur në aeroplan mbajtëset e veta që i ka dislokuar në Oqeanin Indian. E kam shpjeguar atë ishullin Garcia unë një dite, që ja gjujti 2 raketa Irani, jo kanë mri, s'kanë mri, o zotni, ju që po më komentoni, ose mos më thuani miq, mos u merr me ta. Jo, ne ju falenderoj shumë që më këshilloni, sepse edhe e di se edhe juve po ju shqetësojnë, por nuk mirëm me ta deri në ato përmasa sa mu më hargjojnë kohë dhe energji. Se të ke fundet e kam pastruar terrenin, bajage, me mia kam hek. Edhe kur tham me mia, jo llogarit nëse 2-300 janë me emna, e se cili emën i ka pasën ka 10-15 kësine fake faqe në Facebook. Se u pake, kur ma qëshin ftesën, ja kur komentojshin, ja shajshin, ja sene, kur hisha e pasha, atje
5 franca, 10 franca, 100 franca, do më thënë është qelë frikë. Ose I këshirsha, kur dikush shajke, ata shkabojshin like aty, ata janë vetë, 3-4, e tani bojnë 5-6-10, atje I zasha, unë shumë mirë, te like-at, kur bëjshin like, kështu. Pra, po ju përgjigjëm, kur them unë se e ka godit, ose e ka hedh Irani atjeja, Amerika kënej, as nuk po tham lumion e kë, as kuku për mu e kënej. Unë po shpjegoj sene, shtënen kry këtë sistem të shpjegimit timin. Mërne unë I shpjegoj gjërat ashtu si që janë dhe ashtu si që unë I lexoj nga mbrapa ekraneve televizive. Nuk flas as për hir tanin e as për inati të tjetrit. Jo, vëllavia, që 15 vjet, unë sidomos që 15 vjet, falë Zotit, këshillave të bestem, ka mujt me e majt një konsistencë të vazhdueshme. Jam munduar vazhdimisht që të jam një mes I artë, të mos largoj njerëz prej atyhit, po të jetë një kontribut I përbashkët njëni tjetrin të mendojmë. Dhe kur e kam pase, ky njetë mirë I jemi, ky qëllim I mirë I jemi, është keq përdor qëllim shumë. Janë krijuar 2 grupe që kanë ndërveprue edhe pa u taku ndoshta, si Marx edhe Engelsi, kanë punue 12 vjet pa u taku kur mes vete, njënin në Britani, njënin në Gjermani, por ideti kanë pas të njëjta, 2 poljet të kundërtat të rasti im, kështu, kur e kanë pas e qëllimisht, këta njerëz po dëshirojnë që ta diskreditojnë personalitetin tim, me shpifjet e tyre, shantazhet e tyre, unë pastaj ju kam hi fshis dryshku. Jo për shkak se suni baj kritikat e sene, për shkak se nuk dua të jenë pjesë e jetës sime, ku çdo qofshin ata të cilët qëllimshëm dëshirojnë të heshtin një zë, I cili mundohet vazhdimisht ta jep një kontribut modest në shpjegimin në rastin konkret, në shpjegimin e këtyre çështjeve. Prandaj edhe përmena këta se, kur thëm I kam shu, si kam shu, pse una ju m'kon atyja, ose ti që thuj jo, a je kon atyja, a e ka përsjell qatë raketen 4.000 kilometra të shku, a kjeti aty që më thejshe, jo si ka ro, po e ka gjujt në hava, po ti e ki mendimin tanë, unë e kam temin. Unë a më të thonë ty e se ti je I poshtër e je, jo njeri e je, kjo kafshe, familjen me ta ofendue, pse ti po thue e ka djeg në hava dhe nuk ka mri raketa, nuk e bëjat pun, është mendimi jo të vla, por për ata të cilët I kam hek, kur ma në jetën time, nuk dua ti shoh, jo në listën time, por as njetën teme nuk kam qef me I pa ata njerëz. Me njoft në një prej tyne, e kthej kokën këndej dhe nuk dua ti shoh me sy, vetëm për një arsye të thjesht, sepse këta njerëz nuk dëshirojnë që në shoqërinë tonë të ketë zëra intelektual, që pavarësisht të rrethanave, vështërsive të jetës me të cilat po ballafaqohemi, jo let me e fitu riskin për evlad e për familje, pavarësisht të gjitha këtyre janë konsistent në dhenje. Mos them dhenje, po në ndarjen e asaj që ne I ka dhënë Zoti me të tjerët në rastin konkret që të njohuri. Në rastin konkret ku kesh të fol, Irani është bo jo vetëm një kundërshtar rajonal I Izraelit, por edhe një pikë strategjike në betejën për konfigurimin e rendit ndërkombëtar pas hegemonik ose post hegemonik unipolar të cilën e ka pasën Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri më tani. Teoria e ime
e përfolur më shumë se njëherë se në të ardhmen do të kemi një botë multipolare, por jo multi shumë në përmasa sa janë 200 shtete e tjera, por do të konfigurohen raportet midis 3 perandorive, 3 superfuqive plus një që do të kontrollojnë botën, dhe unë besoj bindshëm se bota do të jetë më rahat. Lufta nuk do të ketë. Lufta nuk do të lufta jo që nuk do të ketë, por do të jenë ma të përmbajtura. Do të bohen për interesat mëdha, po të rujtën njëri tjetrin. Pra nuk do të ketë shumë fëmijë në mahall që ata shaju nërveti, roku nërveti, rehu nërveti, tani del të mëdhajt edhe me u kyç aty. Jo. Fëmijët do të jenë ma pak, por të mëdhajt me e menaxhue mahallën dhe jetën e përgjithshme. Një pyetje. A u dobësue Irani deri në shkërmoqje apo u transformua fusha e luftës dika tjetër? Jo, si do të përgjigjesh? Meq, ta dini, ka dallime shumë të mëdha midis dobësimit dhe paralizimit. Ka dallime shumë të mëdha, sa u bora, midis dobësimit dhe paralizimit. Kjo ndarje midis dobësimit dhe paralizimit është një ndarje themelore në studime strategjike. Çfarë nënkupton kjo? Një shtet mund të pasoj humbje të mëdha, humbje shumë të rënda, por prap të ruaj kapacitetin e tij për të imponuar kosto ndaj kundërshtarit, për të zgjatur luftën dhe për të ndryshuar parametrat e luftës. Në rastin konkret, me Iranin, unë mendoj se është që kjo. Po juve po ju pyes, cila është kjo? A është dobësim, a paralizim? Mendojeni këtë shka thash dhe më jepni përgjigje në komente në këtë video në kanalin tim në YouTube, duke ju bërë thirrje sërish, si që bëjnë edhe njerëzit më me influencë në botë, dhe është bo një gjë e rëndëmt që ta pëlqeni faqen, ta përcjellni faqen këtë kanal në YouTube dhe ta shpërndani edhe tek miqtë tuaj. Sa më shumë që ka subscribes e përcjellës e komentues, aq më shumë tek unë ngjallet kërshëria dhe interesimi që të përgatitem ma mirë. Do me thonë miq, të që kjo shka e thash, dobësimi dhe paralizimi, edhe nëse Irani ka marrë goditje të forta në leadership, 1, në infrastruktur, 2, në kapacitetet të caktuara dhe të tjera energjetike, ushtarake, pyetja vendimtare nuk është nëse është dëmtuar, por nëse është bërë i paaft për t'ju kundërpërgjigjur Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse jo, atëherë objektivi, nëse nuk është arrit niveli i dobësimit të Iranit, që të mos ketë aftësinë t'i kundërpërgjigjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, atëherë objektivi strategjik i luftës ende nuk është arritur. Shpresoj të jam i qartë. Nga këndvështrimi i një që quhet deterrency theory, një aktor ose akter i goditur rënd, por jo i neutralizuar në përmasa sa nuk mund të kundërpërgjigjet, ky aktor mund të bëhet edhe më i rrezikshëm se çka qenë në fillim. Pse?
sepse ai nuk vepron ma me logjikën e ruajtjes së status quo, por kalon në një domen, në një rrafsh tjetër, me objektiva të reja. Kalon në logjikën e thyerjes së tavolinës së lojës, apo prishjes, si them ka njëre, të figurave të shahut të lojës klasike që është bërë deri në ato momente. Kjo është ajo që në një analizë timën une e kam quajtur zgjerim i frikshëm i konfliktit në Gji e deri në rajonet mbi Turqi. Po shihet, rrugët detare janë në rrezik. Aktorët të cilët kanë kontribuar pozitivisht janë para sfidave të mëdha. Vendet të cilat, si Turqia, është munduar që të ketë një politikë neutrale, si në luftën midis Rusisë dhe Ukrainës, si dhe në rajonin e lindjes së mesme, mbas edhe në Afrikë dhe Amerikën Latine, edhe ky vend që ka udhëhequr një politik, është mundu që të udhëheq një politik globale, është para një sfide shumë serioze. Më falni. Pra, në rastin për cilin po flasim, apo folur me terma analitik të marrëdhënieve ndërkombëtare, tani kemi të bëjmë me kalimin nga përplasja frontale në atë që quhet escalation by expansion, që i bie zgjerim i konfliktit në hapësira të reja me një qëllim të vetëm, për të arritur koston e armikut, për të detyruar armikun që duke humbur materialisht, duke humbur ushtarakisht, duke humbur ekonomikisht, e sidomos në rastin e shëbave, duke humbur në imazh para botës, a Trumpi e ka vue Amerikën në një pozicion që është duke humbur imazh, jo ai vetë, se s'kamit me i besu mo shka ashtu thonë, edhe atu dit me thonë, ti shkon në i plak, sikur Biden, kove të fundit që ja ka pasnis, me përshëndetën pa pas kërkom për para, plak, edhe thonë, plak, është e natyrshme, kisha me thonë, i falet, po Donald Trump nuk ka asi simptoma të asoj smundje, por nuk di çka bot, i ka thy të gjitha parametrat më të ndërlikuar të analizimit që i bëjnë edhe ekspertët më të njohur dhe shquar në botë. S'ka met me bazu në një fjalë të Donald Trump edhe me e thonë. Shumë pak, se unë po i përcjeli këta ekspert, po mënona me i lexue këto analiza, termat si përpara tha Trump, tha kështu, presidenti Amerikës kanë humb, sepse përpara ata ekspertët, ata njerëzit për rreth, i kanë qitë përpara në tavolinë, kanë pregadit fjalimet, është bisedu përpara, shka me thonë zëdhën si aty, shka me thonë. Këthet dishka tjetër, Robjo dishka tjetër, a i mbrojtës dishka tjetër, zëdhënsja del tani për me imlu e krejt, gabimet me imledhe me një fjali, pra është kështu. Dua të them se që ky zgjerim i konfliktit ka shkue drejt një taktike të rritjes së kostës së armikut, është një ndër metodat më strategjike të cilat i ka përdorur Irani dhe i paskëshruajtur që të përdor në ditët në vijem. Ku është synimi këto? Është synime të goditet tregtia botnore, siguria botnore, të ngriten çmimet dhe të prishet psikologjia e tregut së bashku me prishjen
apo demolimin e sigurisë së infrastrukturës energjetike. Ju kujtoni, dhe më thonë, a bashkëqaslet për liderët evropian me i thonë Trumpit s'është lufta jona? A bashkëqaslet Merceje, Macronije, Melonije, Pedroje, ajtjetrije, Starmere, me dalë botnisht me kundërshtu një luftë të tilla? E pastaj ky me dalë me thonë, hajtë se sigur thmit mahal me mahal, hajtë se kime pati, sum një mut jo këto, e kime pati që ka me bo nesër. Kur ishme të vogël, kur marrë shumë nej kulaq me buk të mosht mrena, jo vlo me aerokreme me sene, majoneze, aerokrem s'ka pas atër, me veget, pa dal vegete, me krype jeme nej spec, kur e lypke aj amani kafshat, kur nuk jalashe, të thëjke, ose i thëjshe ajtë se kime pa kur ta marrë nesërën e kulaqin me spec të rëshi mrena. Në këtë formë është të diskutue. Do me thonë, nuk është e letë, nuk është e rastishme, por duke u ditë pasojat, lider të njohur në botë, e sidomos të vendeve arabe, evropiane, po i bin grosht dhe brëll Trumpit. Sa u detyrue Trump, pardje më duket, po thëtë se raportet e mija me antarët e NATO-s, pa i tybes në të kuptim, tekstualisht nuk po më kujtohet, po ma shumë kanë kontribu dhe po kooperoj me vendet arabe të gjirit, se sa me juve në Evropë. Apet po thëmë, a ju kujtohet, kur ka pas shkue Trump në gjirin persik, ato 5.1 trilion $, në një video që e keni aty, në një video, prandaj kam thonë, videot e mija kanë lidhje kronologjike, po e shoh shumë prej juve, po më thoni i përcjellë me mizi që po presu me kneje, po nale ka njerë pa gjo me Bilenjani kështë thonë alternative debateve spingojmë, s'kam qef me ju bo alternativ kërkujna, ju falenderoj të gjithve. Atëhere pa të thonë se politikat e administratës amerikane të Trumpit janë duke shkuar në drejtim të fuqizimit të rolit të vendeve të gjirit. Dhe natyrisht e paraprakisht të fuqizimit të rolit të Turqisë. Mos me pasqen që ajo politika kish mujt, mos ta kish mujt Turqia me hije në Siria të e sene. Nashta kish mujt, s'pedi po. Dhe janë politika të reja. Është duke u zhvendosur boshti i raporteve. Nuk është kushtu i marë më në konsiderat, jo kemi kriju e s'kemi kriju së bashku. Ky vlla e ka shndërrue marrëdhënien ndërkombëtare, politikat ndërkombëtare, diplomacitë e vendit, një bojnë dy. A më he mund diçka në xhep, nëse jo nuk një. Megjithatë unë mendoj se në diplomaci, në raportet me shteteve nuk është gjithmonë a më he në xhep edhe jo. Shoja përmenda pram, Turqia i ka quhe 5.000 ushtarë, e për i ty në gjysa i kanë met atje, e gjysa i kanë ardhë invalid. Për Amerikën dhe për perëndimin i ka quhe ku në Kore. E dyta, nashta mjedhnohen këta shka më përshëndesin e më mbështesin në rrjetet sociale. Dini ose që kjo Turqia e tanishme ka qenë një ndër akterët, më thëmë kryesor, po më të rëndësishmit për goditjen e Libis dhe rrëzimin e Gaddafit. Nuk është përmen kjo thuj se kur në rrjete, në analizat e ata shka në për debate televizive në Turqi që i përcjeli vazhdimishtëne. I përcjeli, nuk është përmen, po, pra Turqia në momente delikate ka dit me majt krah. Edhe ka pasë krahu në momente delikate, për çështje delikate krahu është me botën perëndimore. Por ndryshe vështire ka pasë. Bashkimi Sovjetik krah, vendet arabe, si kur figurat qahit përzohen, i shpjegova dje dhe par dje, në ato prapaskenat ose prapa televizionit se që ka ndodhë. Qysh
konfigurohet që vepron lindja e mesme. Do më thonë, shtete karton, vlla. Tigër prej kartoni, që thani dhe Trumpi për NATO, nëse di për kota për Evropën. Pra, Turqia në këtë ko ka dit me e majtë. Falë Zotit, e udhëzimit tine, e inspirimit tine, e rrethanave, edhe ne shqiptarët kemi dit me u rreshtue. E përsëris, kemi dit me u rreshtue, se në kish mlu plohni, me terminologjin më të butë. Atëherë kur nuk kemi dit më rreshtue, jemi kap me Kine, me Bashkimin Sovjetike, hajt birë, në kanë për 500 vjetë e kanë këthuje kombin shqiptar mbrapa. Jo për 50 vjetë, për 500 vjetë. Edhe 50 vjetë edhe 100 vjetë do të me upunue në Shqipëri, e këto tesat krijohet një mendësi e një populli kaumin e gjibë, si që ka quajtë dikur për para Perandëria Osmane, popullin shqiptar. Populli fisnik. Fisnik ti nuk mund është shmokon kur jakëshyr njerit, kur është ti dorë në gjep, me kru kamën, mos për ma jep një cent. Së më dhe shmokon fisnik në këtë rast. Populli shqiptar hala i vlerëson dhe i vlerësojmë kombët e shtetet, a na kanë një mua, as na kanë një mua. Imaginati, historia na ka shkel në këtë rast. Ose tjetri, po folë për lindjen e mesme, kënej nuk do të me importue pe atjetë, mu po më kalzan, këtë gjali se e paten i Qabiqit. Gjatë shpjegimit po importua ka atje, ato shtete nuk na kanë njofte, a ditë shqibje kjo, meq. Vala na, a i cili flet për Realin, me Realin, a i cili flet për Realin ose Barcelonën, po importon politika antikomtare tona se Spanja është kundërshtare e Kosovës. Nuk e ka njofë Kosovën dhe ka pengu po aqë sa Slovakia, Romania në shumë procese. Me zore kam pas shtije me i pranue lojtarët e tonë, do sportet tona. Do më thë pëse s'pëna njaj, na s'po bëjka me folë për Spanjëna, s'po bëjka me folë me edasht Barcelonëna, qëfar Barcelone, Realina, a pe kuptoni logikën e robit, logikën e fakt të mashtrusit, logikën e ati i cili ambientin e vetë, dyqanin e vetë, rjetin social të vetin, mediumin e vetë, mundohet me bohe borim të vetëm të informacionit që në fakt, po ti shke bile, a di shala, ka njerëze, ka analiste, është vete sene, letë bot, elhamdulillah, letë ka Shqiptaria, letë ka Kosova, asi njerëze që pretendojnë se kjo shka e thamone është e vërtet dhe nuk lëshoj 5 sen, nuk jam kunder, por të thuhet se zvon me folë për lindjen e mesme për Turqinë ose për Amerikën Latine ose për Maduro ose për Venezuelen. Qysh mos me folë për Venezuelen kur e kam vizitu Venezuelen edhe e njoh bre që shtën majet gishtave. Para 25 vjetë. I kam pa borimet i kam pa diamantin e arin e si eksploatohen si çka boni pastaj Chavezi, si ai Musadiki i nacionalizoi borimet e naftës, i nacionalizoi xeherorët e arit, ndër më të fuqishmet në botë, diamantet e lufta me hebrej, pastaj tu marrën diamanti pe atje, tu upruën e punëtërit e Brukselit e Zvicrës, lëkundi shumë gur të mdhaj të afaristëve, të miliarderve të botës, edhe e gjeti ajo shka e gjeti edhe për shkak të shumë të këqijave që i ka bo vetë regjimi Chavezit edhe i Maduros. Pra, njohja e vendeve dhe ndarja e njohurive me njerëz është vajib, është farzi ajn, jo po farzi kifaje. Mjafton disa të njohin qëta dhe t'ua ndajnë të tjerve. Disa të njohin diçka tjetër dhe t'ua ndajnë të tjerve, nejse edhe pak minuta. Në raport me Amerikën e kuptum. Po tash ta ngushtojmë pak rrethin, shkojmë në rrethin e dytë, të brendshëm. Nëse Amerika kështu,
synimet të Kina atje rrugë detare, pozicioni strategjik ne. Çfarë roli po lun Izraeli në një konflikt të tillë me Iranin? Ku është Izraeli qëto? A është Izraeli aktor që ndjek logjikën e vet, ideologjike, fetare dhe e shikon sigurinë e vet? Apo është pjesë e një arkitekture më të gjerë amerikane për rindërtimin e lindjes së mesme, për rikonfigurimin e lindjes së mesme dhe për kontrollin e ekuilibrave të ndryshëm global, sidomos në luftë kundër Kinës. Përgjegjja, synin tem, më serioze të një niveli të quaj akademik është se të dyja mund të jenë të vërteta. Populli hebrej, izraelitët, s'po flas për popullin hebrej, po flas për izraelitët, e kanë këtë ambicje. E kanë ambicjen që të krijojnë një siguri jetese në mesin e 450 milion muslimanëve, arabëve aty, e persianëve andeje sene, berberëve atje të Algjerie. E kanë këtë ndjesi, këtë nevoj, dhe këtë detyrim. Po, ata janë pjesë, janë aktor të qësoj lufte për të larguar nga tereni pengesat që mund të krijojnë pasiguri ekzistenciale dhe mund të pengojnë në shtrirjen e interesave të veta edhe të shtetet e gjirit përse, mbas edhe brenda Iranit. Në të njëjtën kohë, Izraeli është aktor, nën aktor ndimës, i cili çon përpara agendat hegemonike udhëheqjeje në përmasa të mëdha, që të kuptim përdori fjallën hegemoni, se të ne hegemoni gjithmonë e përdori shumicën e rasteve në konotacion negativ. Jo, pra është një nën aktor ndimës i quarjes së përpara të hegemonisë amerikane dhe sigurimin e atyre 5 seneve të cilat i përmena nalt. Ngushtica, rruga energjetika, ajo tjetra, për sistem, për gjëra të ndryshme. Për gjatë historisë, miq, kemi raste të cilët tregojnë se një aktor i vogël ose një aleat më i vogël e ka detyrue aleatin e madhe hegemonik të futet në një konflikt për interesat e tij, sepse aleati i madhe hegemonik e ka pa se duke rujt interesin e aleatit të vogël e ruan edhe të vetin, por ka pas raste edhe të tilla kur aleatët e mëdhaj hegemonik kanë përdorur aleatët e vogël për sigurimin e atyre gjërave të cilat ju kanë nevojitur aleatëve historik. Shikuar, po e përfundoj temën nga perspektiva ekonomike tash. Luftra në lindjen e mesme, miq, kur nuk mbetet luftë plotësisht rajonale, sepse siç është thënë këto më shumë se njëherë, rajoni i lindjes së mesme nuk është vetëm hapësirë gjeografike, ai është edhe mekanizëm metabolik i ekonomisë botërore. Lindja e mesme është mekanizëm metabolik i lindjes së mesme. Çdo tronditje pra në Hormuz, në detin e Kuq apo në xhirin persik është tronditje në qarkullimin e energjisë, është tronditje në çmimet globale, është tronditje në transport dhe tronditje në pritshmërit pozitive. Pra krijon një ambient inflacionist global të paparashikueshëm. Duke dash ta përfundoj videon se mori hapësirë, dua të përmendi diçka këto. Për dekada, rendi dhe siguria e lindjes së mesme është ndërtuar
ose garantuar nga fuqit perëndimore, sidomos nga SBA-ja. Por, ka ndodhë, si që është duke ndodhur tani, aktor rajonal janë duke u futur në sistemin e menaxhimit rajonal të krizës. Dhe kjo ndodh atëhere kur kemi të bëjmë me fenomenin ndër më të rëndësishmit në geopolitik, në marrëdhënie ndërkombëtare. Kur ndodh kjo? Kur aktorët rajonal futen në lojë. E para, kur bie besimi të aftësia apo neutraliteti i arkitekturës tradicionale perëndimore në rastin konkret, dhe e dyta, kur rritet vetëdia e kombeve rajonale se lufta nuk mund të lihet në duar të lojtarëve të huaj që të hapet, të nxitet, të niset se herë që lojtarët e jashtëm e dëshirojnë atë. Futja e Turqisë, e Pakistanit, e Egjiptit dhe e Arabisë Saudite në një aleancë deri më tani diplomatike, mos spekuloni jo arma bërthamore, jo këne, jo po bohën kështu. Futja në një aleancë duke nënvizuar diplomatike të Turqisë, Pakistanit, Arabisë Saudite dhe Egjiptit, spaku deri më tani diplomatike, unë e shoh si një përpjekje e kësaj të dytës, rritja e vetëdijes racionale që nisja e luftave, nxitja e luftave, përfundimi i luftave, mbase dhe eksploatimi i atyre vendeve më të mos jetë në duart e fuqive hegemonike. Nëse shkohet një hap përpara dhe kjo aleancë diplomatike midis Turqisë, Pakistanit, Arabisë Saudite dhe Egjiptit shndrohet në një aleancë geopolitike, geostrategjike dhe geokulturore. Mësoni që të terme me që i përdori shpesh. Çfarë do të thotë geopolitika, geokulturore dhe geostrategjike? Mësoni, kanë dallime, nuk janë fjalë që shpërfaqin trishtim, kanë dallime ato, ose më thuani në ndonjë video i shpjegoj terme çfarë është geopolitika, çfarë geostrategjia, geokulturore, betejë geokulturore të ngjashme. Nëse që kjo aleancë diplomatike midis këtyre katër aktorëve të fuqishëm dhe imponues të lindjes së mesme shndrohet në një aleancë përtej diplomatike, unë mendoj se do të jetë fillimi përfundimtar dhe më goditës i Shteteve të Bashkuara të Amerikës si fuqi hegemonike e globit. Natën e mirë.